Nga Londra në Prishtinë, nga Tirana në Dubai, nga Kruja në Madrid, një gjeografi e tër vendesh, por edhe një galeri e tër personazhesh, veçanërisht që lidhen me median shqiptare, por edhe me median botrore, që i sjell një kolege, Valbona Sulçe, me këtë libër të titulluar Shqipëria në avionin e Londrës. Valbona, kënaqësi që të kem në program në një grusht librash për të folur për këtë botim që është i dyti i joti dhe kuti, natyrisht nuk i ndahesh profesionit, bën përshkrim shumë të bukura të Shqipërisë, të asaj që na rrethon, të fenomeneve të ndryshme, natyrisht me atë penën e hollë, qëmtuese, rrëfyese të një gazetare që nuk mund të lërë dot pa cekur problemet. Faleminderit shumë për ftesën. Dua të falenderoj në veçanti ty dhe gjithë kolegëve që merren me botën e librave, sepse më duket që një shoqëri që nuk lexon është destinuar të mbetet mbrapa dhe të mos zhvilloj mendimin, kështu që çdo përpjekje për t'i çuar njerëzit tek libri, për t'i kthyer shqisën e të lexuarit, jo vetëm atë të shikuarit dhe dëgjuarit që e kemi me bollëk tashmë nga ekranet e kompjuterave ose të celularëve ku konsumojmë informacion, është një përpjekje shumë e mirë për t'i bërë njerëzit edhe të mendojnë dhe të reflektojnë. Valbona, ky libër, kush do ta lexojë, do ta kuptojë që nuk është një libër që ka lindur, ti e ulur dhe ke punuar 4 apo 5 muaj. Ky është një libër i ndërtuar për gjatë viteve, me rrëfime të udhëtimeve të tua, të vëzhgimeve të tua në terren, kudo ku ti ke qenë dhe me vendet dhe njerëzit me cilët ka lidhur puna jote e përditshme. Në fushën e medias. Po, ky është një libër që dëshmon ose ilustron më së miri atë shprehjen e famshme një herë gazetar gjithmonë gazetar, sepse ka ndryshuar pak dhe koncepti i gazetarisë ose i gazetarit. Unë në librin e parë Shqipëria në Pallate kam thënë që gazetarinë e shikoj si mënyrë jetese tashmë ose si stil jetese, sako që unë nuk jam më pjesë e redaksive si dikur në televizionin Arbëria, ku e fillova dhe karrierën time si gazetare. Po gazetar nuk të bën qenia në një redaksi. Gazetar, për mendimin tim, të bën përkushtimin ndaj të vërtetës, përkushtimin ndaj parimeve të gazetarisë, objektiviteti, paanshmëria edhe ndershmëria në raportim. Dhe unë jam munduar që t'i qasem botës në shumë forma, sepse libri ka edhe një pjesë që quhet sprova letrare. Unë bëj dhe recenza, bëj edhe studime të medias, por të gjitha këto nuk më kanë përcaktuar ashtu siç më ka përcaktuar gazetaria. Pra unë në çdo ngjarje shikoj atë me shqisën e gazetares. Është një gjë që më vjen organike, e brendshme dhe e mendoj që është një audiencë aty jashtë, dikur ishte në televizion, tani është në Facebook ose në rrjetet sociale, që pret të dëgjoj vështrimin e një gazetareje mbi botën, mbi ato që na rrethojnë. Edhe prandaj them që unë nuk jam shkrimtare, unë jam një gazetare që shkruan, por duke i mbledhur ato në një libër, mendoj që bëj thirrje ose dua që të kthehemi pak tek pesha e fjalës në gazetari. Sepse gazetaria është një zhanër i shkruar. Ti mund të punosh në televizion, mund të punosh në radio, por në fund fare ti mbështetesh tek rrëfimi, tek fjala. Edhe shikoj pak këtë largimin që njerëzit kanë nga gazetaria. Ndoshta, jo gjithmonë duhet ja vën fajin rrjeteve sociale dhe mjeteve të komunikimit, siç e mësuar. Por unë mendoj që edhe gazetarët kanë rolin e tyre për t'i bërë njerëzit të afrohen te gazetaria nëpërmjet stilit të rrëfimit, nëpërmjet fuqisë që ti i jep fjalës, dhe këtë e kam si mesazh zakonisht kryesisht për gazetarët e rinj dhe të rejat, të cilat e fillojnë ndoshta në televizion, sepse ajo është media që është më pranë publikut edhe e merr famën pak më shpejt, por duhet i kushtojnë shumë rëndësi fjalës, sepse varfëria e fjalëve ose edhe inflacioni i fjalëve e bën rrëfimin të thatë, e bën me një gjuhë të drunjtë. Dhe unë jam munduar që nëpërmjet këtyre vëzhgimeve, të cilat i kam mbledhur në librin Shqipëria në avionin e Londrës, të jap edhe një lloj mesazhi, një lloj kujtese që gazetarët duhet të kujdesen për stilin e të rrëfyerit. Sepse ajo është që do të ngelet në fund fare. Lajmet i thon kushdo tashmë, por siç i thot Beti, siç i thot Valbona, siç i thot Enkeli ose dikush tjetër, nuk është. Dhe
duhet të punoj pak më shumë për originalitetin edhe autenticitetin e vetes. Ky libër është shkruar falë, siç e the, shqisave, unë do thoja falë nuhatjes së gazetarës, dhe jo më kot ti kapitullin e parë e ke titulluar Shi e shkruaj. Dhe janë kontaktet e tua të drejtë për drejta. Është një libër shumë njerëzor pikërisht për këtë arsye, se gjithçka lidhet drejt për drejt me ty dhe me atë që ti ke ndjerë dhe që ke parë. Unë mund t'i kisha vënë edhe një titull tjetër, mund t'i kisha vënë një titull Pamje të botës duke ecur për shembull, sepse janë pikërisht këto kontaktet ku ti shkon si gazetari inkognito, njerëzit nuk e dinë që po flasin me një gazetar, ata po flasin me një pasagjere që e takojnë në aeroport, po flasin me fqinjën që e takojnë në supermarketin e lagjes, me klienten në taksi, ose me klienten në hotel, për shembull, ose në restorante që kanë hapur. Por mënyra se si ata sillen me ty më thon shumë çka për realitetin që na rrethon. Edhe mendoj që ky lloj zhanri i mungon medias shqiptare, sepse ne jemi shumë të fokusuar tek politika, tek kronika e zezë edhe tek ngjarjet që i quajmë kështu të mëdha në një farë mënyre që janë zyrtare, dhe na lën të rrjedhin atë që është jeta e përditshme, ai fshatari që e mbjell atë tokën, domethënë me 100 mundime dhe në fund fare nuk i del mundi për ta shitur në treg sepse konglomeratet e mëdha nuk e vlerësojnë, ose ato nënat të cilat kanë mbetur vetëm sepse bashortët u kanë vdekur, fëmijët janë në emigrim, si e shtyn jetën me pensionin e tyre, me hallet e sëmundjeve dhe me këto këputjet e lidhjeve që kemi pasur si komunitet. Dhe mua këto më bëjnë përshtypje, sepse mendoj që këto janë tema për cilat ne duhet të shkruajmë si gazetar. Edhe duhet të gjejmë çdo lloj mënyre për ta pasqyruar realitetin. Gazetaria është drafti i parë i historisë, dhe nëse ne lëm këtë të rrjedhë për një kohë të gjatë, mbas 10 vjetësh kur të kthejmë kokën, do ta kuptojmë që ky vend nuk ka vetëm politikan, ky vend nuk ka vetëm sherrë, ky vend nuk ka vetëm krim edhe probleme të tjera. Ka dhe njerëz të cilët çojnë në mëngjes me idenë për të çuar diçka në shtëpinë e tyre, për të kontribuar sadopak në ekonominë e tyre familjare, por në një farë mënyre janë njerëz që duan të shihen. Pavarësisht se ku je dhe kë takon, Shqipëria mbetet qendra e universit tënd. Jo vetëm titulli i librit, pra Shqipëria në avionin e Londrës, jo vetëm titulli i parë Shqipëria në pallat, por ka dhe një kapitull që e ke titulluar Nëpër Shqipëri. Dhe gjithashtu janë këto vëzhgime për cilat i fole. Mendoj që libri është një mënyrë e mirë për të kombinuar rrëfimet me fotot, sepse me këtë hashtagun Nëpër Shqipëri, unë zakonisht dokumentoj disa gjëra të cilat nuk janë të mjaftueshme për t'i thënë me fjalë. Edhe është e vërtetë ajo që fotoja është sa 1000 fjalë, dhe më bëjmë përshtypje ndonjëherë që realitetet të cilat për shembull ne kemi kohë që i kemi fshirë nga kujtesa, sepse ky vend ka kaluar shumë transformime. Edhe do doja shumë që libri t'i kishte edhe fotot me ngjyra, por Nëpër Shqipëri është pikërisht përpjekja për të lënë një gjurmë, një dëshmi të këtyre njerëzve të cilët, po edhe jo vetëm njerëzve, edhe të vendeve, të cilat kanë ndryshuar tashmë. Po ta shikosh, ka një pjesë të madhe të shkrimeve që lidhen me qytetin, edhe me Tiranën, ku unë jam lindur edhe jam rritur, edhe me transformimin e jashtëzakonshëm që Tirana ka pësuar, po pa lënë mënjanë pjesën e njerëzve, si e përjetojnë ata, si është përditshmëria e tyre në një qytet që është vazhdimisht një kantier ndërtimi, dhe pastaj kur fillojmë të ankohemi që s'kemi ujë, s'kemi drita, s'kemi kanalizime dhe qyteti po mbytet nga plerat, pak e lidhin me pjesën e ndërtimit. Unë dua vetëm të fotografoj çastin, edhe diku them për ditë po ma zën qiellin. Është një frazë që më duket e përmbledh atë ndjesinë që kam unë për qytetin që transformohet, por sërish me syrin e gazetarit.
Kapitulli që unë lexova me më shumë dëshirë është ai historive të gazetarëve, sepse natyrisht lidhet me profesionin tim, tëndin, dhe po lexoj se çfarë shkruan. Mbaj mend se sa herë shija në televizion lajmet për bumin e turizmit, më kapte dyshimi se apo flistin për të njëjtin vend. Shqipëria e turistëve ishte ajo e shkëlqimit të bujshëm, pamjeve porrallore nga detet dhe malet tona, pjatat e mbushura me ushqim të mirë, hotele e bujtinaj që llamburitnin nga pastërtia. Ndërkohë, ajo që shija në artikuj dhe reportajet investigative më tregonin për Shqipërinë e keq përdorur nga pushtetarët, të rrjepur nga pasuritë e saj pa mëshirë, të zhvatur nga kontrata koncesionare, korruptive, po mbi të gjitha, shija njerëz të varfër dhe të pambrojtur përballë lakmisë së pushtetit, njerëz që rropateshin gjithë ditën e lume, të çonin 2 çika bukë në shtëpi, me punë të ndershme, po që u aprisnin ujin e u afusnin në përtuba hidrocentralesh, që nuk u ndërtuan kurrë, apo u adiqnin në për incinerator që gjithashtu nuk u bën kurrë. Këtu del bona gazetare. Ky është një shkrim që ka lindur mbas vlerësimit çmimeve të gazetarisë investigative kur unë isha antare jurie, edhe realisht është ajo që kam thënë aty. Kam vënë re beti që me kalimin e kohës më duket sikur pesha e gazetarit në shoqëri është zvogluar dhe nuk i kemi më aleat qytetarët. Edhe unë mendoj që kemi ardhur në një epokë ku betejë për të vërtetin nuk mund të fitohet më vetëm nga gazetarët, të cilët janë në vijën e parë të frontit për të bërë transparencë, për të gjurmuar keqbërjen, nëse ne nuk e kemi aleat qytetarët, të cilët duhet ta vlerësojnë gazetarin. Dhe sidomos atë investigativ, i cili përballet me një mirë rreziqe jo për veten e tij, po për vendin, për shoqërinë, për të treguar ku shkojnë parat e taksapaguesve, më duket se kemi lënë vetëm gazetarët dhe kjo ishte një thirrje për të vlerësuar figurën e gazetarit dhe të gazetarëve në përgjithësi, sepse liria e shtypit nuk është një gjë që i përket vetëm atyre. Liria e shtypit është esenciale për një demokraci funksionale dhe demokracia vdes në errësirë. Nëse gazetarët nuk do të jenë aty për të treguar të gjithë keqbërjen, atëherë është shumë e lehtë rruga drejt sistemeve autoritare edhe diktatoriale. Kështu që një pjesë të veçantë të shkrimeve të mia e kam pikërisht me gazetarët, të cilët unë i konsideroj jo ish kolegi, konsideroj koleg, sepse kemi edhe projekte si Rjeti i Grave në media ose me organizatën e grave në audiovizual, me të cilët bëjmë çmos që vlerat më të mira të gazetarisë, ky vend ka vlerat të mira të gazetarisë. Ndoshta nuk kemi çmimet Pulitzer, por ne e dim se kush janë gazetarët e mirë. Dua që njerëzit t'i njohin gazetarët e mirë, t'i vlerësojnë dhe t'i mbështesin ata në punën e tyre dhe jo ta kalojnë me një fjalë që gazetarët janë në shërbim të X ose Y pale. Ne flasim sot për lirinë e medias, për problemet e shumta që kanë gazetarët, për vështirësitë me të cilat hasen në punën e tyre, edhe pse kërkojmë objektivitet, por ne e dim që jo gjithmonë ky objektivitet vjen dhe jo për fajt të tyre, por sot media është shumë e rrudhur, shumë e ngushtë. Sot kemi një media të smur, pavarësisht se secili nga ne përpiqet të bëjë sa më mirë punën e vet. Por nuk është vetëm faji jonë. Është e vërtet. Unë do doja të ndaja një reflektim i cili sapo, si më thënë, doli nga fabrika e mendimeve, edhe më ngjan shumë me një komedi të zezë e cila është vënë në skenën e teatrit kombëtar para 2 javësh, quhet Sine të 2, tregon dramën e një çifti në mesomosh, me krizat e martesave që vinë zakonisht në atë mosh. Edhe më bëri përshtypje një shprehje e personazhit kryesor i cili thotë nuk dua të rri më në këtë martesë sepse puna kjo gjendje më duket as nxitse as e mërzitshme. Dhe e transferova këtë shprehje tek gjendja e medias sot, kur një punë të bëhet as nxitse por as e mërzitshme, të kthehet në diçka rutinë, në diçka mekanike, duke ja hequr emocionin, duke ja hequr misionin, duke ja hequr ato gëzimet e vogla profesionale, kthehet në një vend të zakonshëm pune. Po gazetaria nuk është një vend i zakonshëm pune. Gazetaria, siç e tham, është pjesë e sistemit shëndetësor demokratik të një vendi. Ndaj sigurisht sistemi nuk është
në më të mirën e vetë, por edhe gazetarët duhet të mundohen që të dalin nga kjo gjendje e letargjisë, e cila vjen ndoshta edhe mbas shumë vitesh në profesion dhe të bëhet as nxitse as e mërzitshme, por mendoj që këto, si me thënë, shikimi tek njerëzit e thjesht, tek gjërat e vogla të jetës, të cilat ndoshta nuk kanë atë shkëlqimin e madh të studiove televizive ku debatohen për gjëra të mëdha nga politika e jashtme, te lufta ndërkombëtare, por kanë ato emocionet e ditës së përditshme, të cilat na tregojnë ku po jetojmë, si e shohim tjetrin, edhe cilët janë njerëzit që kanë më shumë nevojë. Një kolegu ynë shumë i dashur, i cili nuk jeton tani më, Artur Zheji, i cilin e pash në korridoret e Orës dhe ai ka dhënë një kontribut shumë të madh në median shqiptare. Unë kam punuar me të në emisionin Lufta për paqen në Kosovë, edhe mbaj mend që më ka thënë një fjalë shumë nxitse. Për atë kohë unë isha një gazetare e re, më tha, ti ke talentin e bisedës, mos e humb kurrë. Pra, gazetarët duhet të mundohen që të mos bëjnë monolog, të ftojnë gjithmonë të tjerët të tregojnë historitë e tyre pa i lënduar, pa përfituar nga gjendja e tyre e brisht emocionale, sepse jo gjithmonë njerëzit flasin kur janë në kulmin e shkëlqimit të tyre, por të dëgjojnë më shumë, edhe t'i kushtojnë shumë rëndësi fjalës, për mua kjo është shumë e rëndësishme. Ka dhe një aspekt të dhimbshëm të gjithë kësaj panorame gazetareske në Shqipëri. Shkruan dikuj që jo vetëm mjekët ikin, por edhe gazetarët ikin. Dhe unë kësaj do t'i shtoja edhe faktit që edhe largohen nga profesioni. Sot është e vështirë që në moshën 60 vjeçare të gjesh dikë që ende punon gazetar në terren. E kam fjalën për atë gazetari jo këtë të analizimit të situatave dhe të ngjarjeve në debatet televizive. Në mediat botërore ne shohim gazetar me thinja në ekran. Në Shqipëri nuk e kemi ende këtë luks. Është një temë e cila ka ardhur si refleksioni i punës që unë kam bërë ndër vite edhe me brezat e rinj të gazetarëve, si trajnerë në Institutin Shqiptar të Medias, por edhe në organizata të tjera, sidomos të Kombëve të Bashkuara, si UNICEF ose UN Women. Është një problem botëror, sepse sërish ngren krye pjesa e stereotipeve gjinore, sidomos për gratë të cilat duhet të balancojnë punën midis familjes, përgjegjësive familjare dhe karrierës, por nga ana tjetër është edhe një çështje që unë them ka lidhje me solidaritetin mes gazetarëve dhe gazetareve. Ne ende nuk kemi formësuar si grup interesi, pra edhe unionet, edhe sindikata nuk kemi, por grupimet e ndryshme të gazetarëve ende nuk na kanë bërë ta shikojmë njëri tjetrin si aleat në një profesion i cili nuk ecën përpara pa kontributin e të gjithëve. Sa më shumë të rivalizojmë ose ta shikojmë tjetrin si konkurrent, aq më shumë do rrudhemi, sepse në fund fare gazetaria bëhet nga gazetarët dhe nga gazetarët bëhet nga njerëzit, dhe sa kohë sistemi nuk ta jep këtë mundësi që ti ta vazhdosh një karrierë të gjatë pa prishur balancat e tjera, të cilat mund të jenë dhe kujdesi për veten. Sot po flitet shumë për shëndetin mendor të gazetarëve, të cilët duke raportuar traumat e një shoqërie në zhvillim, dhe traumat e kësaj shoqërie nuk po i mbarojnë, kemi 30 vjet, e lën bazdore edhe veten e tyre. Kështu që kjo pjesa e solidaritetit mes gazetarëve, unë mendoj që është një pjesë që duhet forcuar edhe duhet mbështetur, por nga ana tjetër është edhe një mënyrë për t'i thënë sistemit që kështu nuk vazhdohet më, sepse nëse dikur kishim diku tek 6200 gazetarë në sistemin mediatik, vetëm në 10 vitet e fundit kemi 1000 gazetarë dhe punonjës mediash, jo vetëm gazetarë, më pak, që është një problem i madh. Dhe nëse nuk do ta fillojmë ta shikojmë me këtë sy rolin e gazetarit, vim sërish tek pjesa e mbështetjes së profesionit gazetarëve nga ana e qytetarëve, unë mendoj që do ta kemi edhe më të vështirë për të bërë një lloj bilanci të shoqërisë ku jemi dhe si mund të përmirësohet. Dhe unë dua ta mbyll në fund me një mesazh shumë të bukur që ke dhënë në libër, që besoj që duhet jetë parimi i çdo gazetari, por besoj duhet jetë edhe filozofia e punës e të gjithë atyre njerëzve që drejtojnë apo kanë një media në pronësi. Ti shkruan: unë nuk kam më shpresë te media e vjetër.
Të gjitha përpjekjet janë bërë që ajo të ndryshojë, të përmirësohet, ndërsa situata flet për përkeqësim. Ndaj nëna nevojitet jo thjesht një mënyrë e raportimi, por një sistem i ri të menduari në gazetari, që nis me ndryshimin e postulatit. Media informon. Jo të dashur gazetar, media formon qëndrime, sjell mendime. Nëse e fillojmë me këtë vedije, atëherë do të jemi më të kujdesshëm me frazën që nxjerrim, me titrën që vendosim, me etiketimet që bëjmë. Siç e kam thënë edhe më parë, ne na duhet një gazetari me qëllim. Të falenderoj që ishe në një grush librash dhe le të jetë kjo bisedë një ftesë për lexim për Shqipëria në avionin e Londrës. Faleminderit shumë Beti, e vlerësoj.